Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet të këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe më pas me zëra qytetarësh në telefonin tonë të përbashkët 045 620 601. Kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar nga realitetet tona. Gazeta Panorama sjell titujt Shqiptarët në protestë. Nuk ka kompromis, protestuesit, çoni, duhet të largojmë Ramën. Në shesh 79 ditë. Protesta kundër qeverisë së Edi Ramës u shoqërua mbrëm me tone të forta revolte dhe akuza të shumta nga qytetarët në shesh. Protestuesit shprehen pakënaqësinë për gjendjen ekonomike, papunësinë, korrupsionin dhe mungesën e besimit te institucionet, ndërsa kërkuan largimin e Edi Ramës dhe arrestimin e Belinda Ballukut. Një prej protestuesve foli për diferencat sociale. O vdekje o liri, përballja Avzinelës me një sistem ku ligji, gjykata dhe pushteti ishin një mekanizëm i vetëm. Varja e poetit më 10 gusht 1988, Çumani, vendimi i gjykatës dhe miratimi i presidiumit. Thesari i parlamentit hapet për tenderat, 2.9 milion euro deri në fund të vitit. 1.300 euro një karrige deputeti, shpenzimet, ku shkojnë milionat e kuvendit, 400.000 euro për televizionin, 250.000 vetëm për karburant. Të përndjekurit, trashëgimtarët që përfitojnë dëm shpërblim, lista e re. Në 5 spitale, pas partneritetit publik-privat, dializa kthehet në tender me kosto më të lartë. Një opinion nga Pang Chunzue mban titullin Rëndësia e mundësisë së Kinës 2 për botën. Nga Gens Polo, zgjedhjet kaskad në Kosovë dhe eliminimi i tyre në Shqipëri. Nga Ben Andoni, ngjashmërit, a fshihet gjurma Ivan Mestrovicit në skulpturat e Odisej Paskalit? Hakmarrja për vrasjen e Bardok Bibës, masakra e qafës së Valmirit më 1949. Si u ekzekutuan 14 burra të Mirditës. Dosja me dokumentet e gjyqit botohet në brendësitë e gazetës Panorama. Kalojmë tani te gazeta Telegraf. Pronat shtetërore mbi 70 vjeçare do të verifikohen për interes kulturor. Godina mbi 70 vjeçare në mëshirë të fatit. Mira ndërtesave mund t'i vendoset kryqi i kuq në maskën e interesave kulturore. Ky draft do t'i bashkohet listës së banesave private, të cilat prekin 122.690 ndërtesa dhe ku banojnë mbi 1 milion familje. Listat do të hartohen nga institucioni që administron pronën, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore. Pas botimit të udhëzimit të ri në fletoren zyrtare, reagon eksperti Kaprata. Mos po përgatitet inventari i ri i trojave për kulla, Shteti i Diellës me dyert hapur. Shkarkohen 32 GB materiale nga parlamenti me të dhëna deputetësh. Skandali. Studiuesi Patrick Quick zhvesh diellën dhe thot se gjeti në parlamentin e Shqipërisë me 10 mijëra dokumente të aksesueshëm pa autentifikim dhe se nga 15-16 prilli shkarkoi 32 GB materiale. Mes tyre kishte të dhëna deputetësh, regjistra lobistësh dhe lista pagesësh, projekt ligje, dokumente buxhetore dhe materiale parlamentare. Materiali mbulonte dokumentacionin parlamentar nga viti 2013 deri në prill 2026. Edhe listë pagesave i kushtoi një analist të veçantë, pasi aty gjeti 116 skedar pagash nga gushti 2018 deri në janar 2026 dhe i bashkoi në një dataset me 11.030 regjistrime për 398 deputet. Një opinion nga profesor doktor Bardosh Gaçe mban titullin Aristid Kola dhe bote arvanitasve të Greqisë. Nga Agron Mustafa, rezervuari plot me pasuri, por popullit i arrin vetëm një pikë uji. Kryeministri Rama ndan pamje nga plazhi i Golemit, një nga destinacionet më të preferuara me hapësira turistike dhe investime për pushuesit. Denoncimi. Adriana Kalaja. Kush ndërhyri në sistemin TIMS në favor të gjyqtares Irena Gjoka me disa pasaporta për hyrje daljet jashtë vendit. Shëndetësia
në koma. Pas partneritetit publik-privat, shteti tenderon dializën me kosto 43% më të lartë se mesatari e koncensionit. Avullojnë 4,59 miliard lek. Sociale, inxhinier Xhafer Morseli, shqiptarët janë populli më i shpartalluar dhe më i shpopulluari për shkak të korrupsionit masiv, varfërisë, klientelizmit dhe nepotizmit. Politika shqiptare ndër vite nuk po e trajton plagën kombëtare me urgjencën që meriton. Shifrat, pensionistët marrin vetëm 30% të pagës të fundit në Europë. Speciale nga Mark Rica, kujtese një qyteti në 70 vjet. Si lindi u zhvillua dhe mbaroi Kurbneshi në Mirdit, një nga qendrat më të rëndësishme të industrisë së bakrit në Shqipëri, në një qytet fantazëm. Mjeku në familje, Dr. Skënder Brataj, hipertensioni arterial në verë, ja 10 gabimet që duhen shmangur dhe 4 mënyrat e trajtimit, kura për tiroidet, veshkat, kockat dhe frakturat dhe plagët. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt. Autoriteti mediave audiovizive përgjigjet Partisë Demokratike për presionet në kablorëve. Mbrojtja e konkurrencës nuk mund të relativizojnë piraterinë. Bekir Sina, fotot historike me 21 korrik 2008, kur presidenti Bush rikonfirmon mbështetjen për Kosovën e pavarur, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Epoka e Re që del në Prishtinë, thellohet kriza institucionale në Kosovë. Opozita shton presionin për vazhdimin e seancës konstituive, refuzon takimin me Haxhiun. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca kanë shtuar presionin për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit. Këto parti kanë refuzuar takimin me Albulena Haxhiun, i cili është planifikuar të mbahet sot. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës edhe të hënën kanë mbajtur një aksion para qeverisë, duke kërkuar nga Albin Kurti të kthehet në Kuvend. Eliza Hoxha dhe Vlora Çitaku kanë kërkuar nga Kurti të kontribuojnë në zhbllokimin e institucioneve, ndërsa Kurti ka shmangur komentet lidhur me zhvillimet politike në vend. Në anën tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka thënë se takimet i zhvillojnë me kryetarët e partive politike, kurse Besnik Tahiri ka paralajmëruar se Aleanca do t'i shqyrtojë veprimet politike në ditët dhe javët e ardhshme. Heshtja e qeverisë në detyrë përbën shkelje të detyrimeve ligjore dhe parimeve të transparencës. Shprehet grupi për studimet legale dhe politike. Hasani, ngërçi i Kuvendit, njollë zezë në historinë politike dhe kushtetuese të Kosovës. Gjini ngre shqetësimin për infiltrimin e shërbimeve sekrete në institucionet e Kosovës. Aktuale, hapja e urës i Ibrit, hap historik drejt luftimit të tendencave të Serbisë. Zemaj, qindra pacient me kancer po detyrohen t'i blejnë vetë barnat. 152 lindje në ginekologjinë e qendrës universitare të Kosovës gjatë një jave, në mesin e tyre 5 binjak. Ekonomi, dogana e Kosovës arkëton me 1,15 miliard euro të hyrje për 7 muaj. Kurti, synojmë të transformojmë ekonominë dhe të forcojmë prodhimin vendor. Sport, shuhen 2 emra emblematik të futbollit të Kosovës, Erdogan Celina dhe Zenun Brovina. Janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani në disa prej gazetave që në studion ton mbrin në versionin online. Gazeta Dita ka mbritur në versionin online në mëngjesin e sotëm, sjell dhe shkrimet, shtohen mashtrimet në emër të bankave. Politika britanike ndaj Ballkanit me kryeministrin e ri dhe sekretet nga balta e Danubit. Katër të plagosur nga zjarri në një skaf në Porto Palermo, 2 në gjendje të rëndë. Personazhi pas kapelës së kuqe, kush është 87 vjeçari që bleu Ferrarin e parë elektrik për $40 milion. Hulumtuesi amerikan zbulon se boti antikorrupsion diella është thjesht një guaske zbrazët digjitale. Pas dorëheqjes Arben Carës, komandohet drejtori i ri i përgjithshëm i zjarrfikseve.
një vdekje që ka tronditur jo vetëm botën akademike. Toka e Kushnerit me dokumente false. Gazeta zvicerane shkruan për të hetuarin e drogës, Ramën dhe Sazan Vërnesin. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Dita në versionin online. Kalojmë tani tek gazeta Tema. Berishist më të mirë se Berisha nuk ka. Kadilli, ripërtritja prodhoi vetëm besnikëri ndaj liderit. Trump, ide e shkëlqyer që ngushtica e Hormuzit të bëhet territor amerikan. Moselini të fitojnë. Erdogan, Khamenei dhe Mamdani në posterin zgjedhor të Netanyahut. Për te sherrit të flamingove, drama e Berishës për të bërë i lundrushëm. Misteri i pushimeve të Kurtit në Greqi dhe divorci me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Tiranën. Spahiu, protestuesit 78 ditë nuk gjetën dot liderin e tyre, e jo më të zgjedhin kryeministrin e ri të Shqipërisë. U mbajt në mbikëqyrje nga ajri përmes një droni, prapas skenat e operacionit 48 orësh të Reneas që çojnë në arrestimin e Ylli Zallës. Gjykata Supreme hedh poshtë kërkesën e Trump për të mos i paguar $5.6 milion gazetares. Houthit pretendojnë sulm ndaj anijës saudite në detin e Kuq, raportohen viktima. Shpërtim në skafin në Porto Palermo, momenti kur mjeti përfshihet nga flakët, vjen me një video në gazetën Tema Online. Krijohet një front i ri kundër Erdoganit, 91 deputeti bashkohen jeni parti. Zbrit ose të digje me benzin. Krimi në Fier i paralajmëruar disa herë. Zbardhet dëshmia. Alarm në Puk, zjarri në Gojan i afrohet banesave. Flakët favorizojnë nga era e fortë. Pse turizmi ynë u rit bindshëm në korrik 2026. Zjarri në hotelin Brooklyn në Vlorë. 25 vjeçarja me djegje në 85% të trupit mbetet në gjendje të rëndë. Zjarri zgjerojnë hartën, 7 vatra ende aktive. Ministria e Mbrojtjes, mbi 400 forca dhe 5 mjete ajrore në operacione, nuk ka rrezik për banesat. Xi Jinping takohet me Trump më 24 shtator në Shtëpinë e Bardhë, por presidenti kinez nuk do flasë. Editoriali i shkruar nga Bjorn Runa mban titullin Fashistët që protesta i zbuloi vetëm pasi u kthyen kundër saj. Antena brenda familjes, Muli po heton sherret brenda flamingove. Gazeta Standard edhe sot ka një vështirësi në hapjen e saj në internet, kalojmë te gazeta Koha Jon. Indonezia përdor mbjelljen e rreve të shiut në qiell kundër zjarreve shkatruese të El Niños. Një protestë që nuk gjen rrugën drejt votës rrezikon të asfiksohet. Rama poston pamjet me turistë shumë nga kalaja e Lëkursit, pas dite vere në Sarand. Lëvizje ministrash në shtator, Kreshnik Spahiu nuk pres riformatim të qeverisë deri në 2027. Siguria në hotele pas zjarrit në Vlorë, Gonxha mbledh task force-ën. Diversioni Berishës, vendin e Peleshit do ta marrë Balla. Ministria e Mbrojtjes për situatën e zjarreve, 33 vatra në 24 orë, 8 mbeten aktive, në teren 535 forca operacionale. A është kjo shpellë në Turqi vendi ku Homeri shkroi Odisen? Ronaldo trondit botën e futbollit. Ky mund të jetë viti im i fundit. Janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha Jon mëngjesin e sotëm. Gazeta Koha që del në Prishtinë, Partia Demokratike e Kosovës. Kur të konstituhet kuvendi, mund të flasim për çështje të tjera. Nga Agustin Palokaj botohet opinioni me titull Bashkimi Evropian ka vënë dialogun Kosovë-Serbi në një statu quo të re. Lidhja Demokratike e Kosovës, Haxhiu është vetëm deputete, të hapur për takim vetëm me Kurtin. Seminari, Forumi Global i prezantimit të studimeve albanologjike. I Bishi, termocentrale të shkojnë në remont, nuk ka siguri për punëtorët. Mjekët e përzgjedhur nuk fillojnë punën edhe pas 7 muajve, presin lirimin e vendeve. Minj përreth kontejnerëve, alarmohet për rrezikun nga sëmundjet ngjitse në Prishtinë. Partia Demokratike e Kosovës kërkon vazhdimin e seancës konstituive më 18 gusht. Gjatë javës së fundit u regjistruan 25 raste të reja me fruth në Kosovë.
Janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha. Gazeta Lajm, që del në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, ndorhiqet drejtori i shtëpisë së shëndetit në Strug, doktor Arben Labenishti. Buçkovski, konflikti 2001-shit nuk filloi vetëm për të drejtat e shqiptarëve, por edhe për ndarjen e Maqedonisë. Zgjerohet hetimi për transportimin me marijuanës nga Maqedonia e Veriut në Serbi. Plani për ndarje në vitin 2001 dështoi për shkak të vlerësimit të Pentagonit, se ishte i pamundur pa gjakderdhje të madhe. BDI, funksioni i ri i Ljutkovit, e kthen kulturën nën kontrollin e VMRO-s. Janë shkrimet që vinë në faqen kryesore të gazetës Lajm. Kalojmë tani te gazeta Fjala. Benzina mori flak, u dogjën brenda sekondash, i plagosuri rrëfen për momentet e shpërthimit. Nga Leonard Veizi botohet shkrimi si u kthye romani Asgjë të re nga fronti perëndimit në armiku më të madh i ideologjive totalitare. Shpërthen motori skafit në Porto Palermo, plagosen disa persona, 2 prej tyre pësojnë ndjegje të shumta në trup. Situata me zjarret, ministria, 7 vatra mbeten aktive, 3 në monitorim. Edmond Spao list pyetjesh për Berishën, por Rama nga pushteti në shtator, si do i tundosh qytetarët? Ministri Karakaçi inspekton punimet autostradës Tiranë-Durrës, parashikohet përfundimi në prill 2027. Dorheqja Arben Sarës, prezantohet drejtori i ri i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës. Ministria nxjerr udhëzimin, pronat shtetërore mbi 70 vjeçare do të verifikohen për interes kulturor. Lamallari, në policinë e shtetit do të ngrihet njësi e re për krimet mjedisore. Adoket primare për zgjedhjet lokale, Berisha, vendimet do merren në kohën e duhur. Nga Ylli Pata, botohet shkrimi përtej sherrit të flamingove, drama e Berishës për të bërë i lundrueshëm. Nga Valentina Nika, fëmijët, protesta dhe dhuna shtetërore. Pse përdorimi i sprajtit dhe gazit lotësjellës është një krim pedagogjik dhe ligjor. A luftohet zjarri me zjarr, shkruan Abdullah Diku në faqet e gazetës Fjala. Kalojmë tani te gazeta Mapo. Dhuroni pasurinë tuaj për $1 trilion. Nobelisti sfidon Elon Musk pas parashikimit të tij se parat nuk do të kenë më rëndësi. Situata e zjarreve në vend, 7 vatra ende aktive. Në Puk flakët kërcënojnë banesat. Shifrat zyrtare të Eurostat, shkaqet kryesore të vdekjeve në Europë. 4 të plagosurit në Porto Palermo nisen drejt Tiranës, një prej tyre me 50% të trupit të djegur. Misioni Kushner, i dërguar i Trump për paqen në Gaza, takohet me Netanyahu, asgjë për paqen. Skafi shpërthen në flak, 4 të plagosur. Zbulohet plani Brukselit, gati të monitoroj UFO-t. Mbi 3.000 nxënës të regjistruar deri më tani në arsimin profesional, degët më të preferuara për këtë vit. Protestuesi Rama nuk i plotson kushtet që të jetë më kryeministri i popullit, punon për oligarkët dhe patronazhistët. Akt akuzën e të dyshuarit që kërcënoi me jetë Kurtin në Facebook. Kryeministri britanik bie viktim, shkëmbel mesazhe me një grua që hiqej si ndihmësja e Trump. Venezuela i kërkon Anglisë kthimin e 31 tonëve ar. Del nga burgu i shefi komisariatit të Sarandës. Tjetër tmerr në Greqi. Helikopteri marrë me qera rrëzohet pranë banesave. Piloti ishte punësuar 2 muaj më parë. Aktoria famshme ndron jetë në moshën 36 vjeçare. Homazhet e kolegëve dhe shkaku i vdekjes. Ja çfarë thot policia. Momenti kur taksia humb kontrollin dhe përplas për vdekje këmbësori në Durrës, vjen nëpërmjet një videoje. Nga Fitim Zekti botohet shkrimi moralizimi ka shkatruar edhe Partinë Socialiste edhe Partinë Demokratike. Nga Blendi Lami, Shqipëria mes ankorimit dhe diversifikimit. Ekrem Spahiu, qeverisja vendore në mbretërinë shqiptare, model funksional edhe për sot. Një opinion nga Ermal Peçi titullohet Shuplaka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhan Vučićit për Kosovën.
Situata e zjarreve në vend, 7 vatra ende aktive, në Puk flakët kërcënojnë banesat, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Mapo. Kalojmë tani tek shqiptarja.com në rubrikën e saj minut pas minute, gjendet i vdekur në shezlongën e lokalit i riu francez në Ksamil. Dyshohet se e vrau me thik një 29 vjeçar. Territorialja, banorët e Divjakës për të 18 mbrëmje në protest, kundërshtojnë shkrirjen me Bashkinë e Lushnjës. Berishist më të mirë se Berisha nuk ka dilli. Ripërtritja e Partisë Demokratike prodhoi vetëm besikëri ndaj liderit. Nga Bjorn Runa, edhe këtu botohet opinioni, fashistët që protesta i zbuloi vetëm pasi u kthyen kundër saj. Shpërthen motori skafit në Porto Palermo, plagosen 4 persona, 2 prej tyre me djegje të rënda në trup, nisën me urgjencë drejt Tiranës. 1381 kandidat, nis gara e maturantëve për mjekësinë e përgjithshme. Zhvillohet testi vendimtar për 436 kuota në dispozicion. Fatos Çoçoli, pse turizmi ynë u rit bindshëm në korrik 2026? Zjarri në hotelin në Vlorë në lëvizje institucionet, shtohen kontrollet në hotele, në fokus sistemet e sigurisë dhe masat kundër zjarrit. Gonxha, siguria e pushuesve prioritet absolut. Jakin Marena, misteri i pushimeve të Kurthit në Greqi dhe divorci me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Tiranën. Moti sot, temperatura deri në 36 gradë dhe rreshje të dobët të shiu në disa zona. Është parashikimi që vjen në faqet e shqiptarja.com. Kalim tani te Gazeta Shqip. Momentet e para pas shpërthimit të Porto Palermo. Të plagosurit u hodhën në det për të shpëtuar flagëve. Vjen nëpërmjet një video kjo kronik. Zjarri në Porto Palermo, i plagosur rrëfen momentet e shpërthimit. Benzina kishte rrjedhur nga motori. 7 vatra zjarri ende aktive. Janë si paraqitet situata e zjarreve në vend gjatë orëve të fundit. Nuk e meritojnë të jetojnë, trondit ministri izraelit, vrisni 30-40 palestinez çdo ditë. Aktoria e famshme rrëfen varësinë nga ilaçet e gjumit. Janë shkrime që vjen në faqet kryesore të Gazetës Shqip në versionin online. Agjencia e lajmeve NOA, video e momentit të shpërtimit të skafit në flak në Porto Palermo, ku mbetën të plagosur 4 persona. Nuk kishte cigare, skafi mori flak duke riparuar, dëshmia të mbijetuarit. Djegja 4 të rinjve në Himar, dyshohet nga benzina duke riparuar një skaf. Ngjarje e rëndë në Himar, digjen me benzin 4 persona. Mbi 50 hektar të djegur në Puk, zjarri në malin e Tërbunit del jashtë kontrollit. Brukseli shqyrton forcimin e monitorimit të fenomeneve të paidentifikuara. Nga kriza e një lideri të qytetrimi jashtë tokës, parashikimet e inteligjencës artificiale në emër të Babavangës. Regjistrohen raste të reja me fruth në Kosovë. Protesta e 79 në Tiranë, qytetarët e mbyllën me fjalimet dhe vijuan si gjithmonë marshimin. Nga sporti, tronditje në Kupën e Italisë, Mantova nxjerr Lacion nga gara, Verona kalon me penalti. Janë shkrimet që vinë mëngjesin e sotëm në agjencinë e lajmeve NOA. Gazeta Bulevard gjithashtu ka një vështirësi në hapjen e internet këtë ditë të Gazetës Bulevard. Kalojmë tek Durrës Lajm. Teuta humb miqësore ndaj Bylisit. Durrës publikohen pamjet e aksidentit tragjik ku humbin jetën 66 vjeçari. Nis ndërtimi i markatës së Manzës. Çfarë parashikon projekti? U aksidentua nga taksia në plazhin e Durrësit. Ndron jetë në spital 66 vjeçari. Policia Bashkiake e Durrës sekuestron monopatina dhe gjobit përdoruesit në shëtitoren Taulantia. Kontrollet do vijojnë në hapësira të tjera publike. Aksidenti në plazh, policia, taksisti 26 vjeçar në komisariat, u kryen veprimet për arrestimin e tij. 37.205 depistime nga shërbimi stomatologjik në Durrës. Jaho, ambientet e reja më të aksesueshme për prindrit dhe nxënësit. Janë shkrime që vinë në Durrës Lajm mëngjesin e sotëm. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes gazetës Panorama Sport Online dhe rubrikës së saj lajmet e fundit. Na ka shënuar dhe Haaland, klubet shqiptare dhe makti norvegjez në Europë.
Golashënues unik, Erling Haaland pranon 4 certifikata të rekordeve Guinness. Mungon Gurishta, Martini gjen një zgjidhje të pazakontë për Prapavijen. Kaos i zakonshëm, shihni si tifozët e Juventusit zhveshin Zhegrovën në mes të fushës. 3 vitet e fqinjët, mbrojtësi kthehet përsëri në shtëpi te klubi Superiores. Sulmi i Partizanit në formë, por Human dhe Ogunleje presin më shumë nga të kuqt. Egnatja në play-off të Ligës e Europës, përsëri me një telash të madh që nuk e zgjidh as në grupe. Surpriza historike përballë Paris Saint-Germainit, Ervin Skele e nis me trofe aventurën e re në Francë. Infantino nuk ja fal kritikat kundër tij, shkarkon nga puna një zyrtar të lartë të FIFA-s. Një kask speciale, Verstappen dhe lamtumira e tij nga Zandvoorti. Nuk i kuptova zërat për vllaznin. Qardaku, kualifikimi nuk është i pamundur as ndaj Pafos. Rodri zbarkon në Barcelonë. Do luajmë për të fituar Champions dhe çdo gjë tjetër. 2 sulmuesit e kombëtarës bashkohen te Dragonj. Tuci prezantohet në klubin e ri. Konfirmohet lajmi Panorama Sport. Egnatja prezanton mesfushorin që ka luajtur me 3 ekipet e kryeqytetit. Luajti kundër Egnatjes në Europë. Vllaznia prezanton portierin e ri që do rivalizoj Jukajn. Pas testit me demat e kuq, Beslidi e zhvendos fazën intensive në Pogradec. Leao me shpatullë pas murit, tani rrezikon vendin e Cise. E papritur për një nga binjakët Shpendi, ish trajneri mundohet ta transferojë në Angli. Janë titujt që vijnë si lajme të fundit në gazetën Panorama Sport Online. Dhe kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes faqeve të para të disa prej gazetave. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.